Gjithmonë kemi bërë pyetjen si mund të falsifikohet historia. Dhe këtë pyetje kemi bërë duke i referuar një kohë të largët dhe pretendimeve të dikujt për diçka që nuk i takon. Por nuk e kishim menduar që kjo ndodh edhe teksa po flasim, dhe asgjë nuk është më histori, por fakt. Konkretisht ka një sulm frontal ndaj identitetit kombëtar shqiptar në këtë gadishull përmes Akademisë Serbe të Shkencave, duke pretenduar deri edhe origjinën ilire të serbëve. Natyrshëm që qëllimi është i menduar mirë, ashtu si edhe në të kaluarën kur studimet të tëra bëheshin për të bërë lidhjen me perandorinë osmane dhe sjelljen e shqiptarëve këtu prej tyre. Akademia Serbe e Shkencave ka arritur deri aty sa të bëjë një studim ku thuhet se troja e vërtet është jo në Turqi, por në qytetin serb të Shkodrës. Doktori i shkencave politike dhe eksperti kërkues i lartë në Institutin Oktopus që merret me luftën hibride në Kosovë ka bërë këtë hulumtim dhe kemi një lidhje direkte. Zoti Gura Kuçkuçi, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë në këtë orë. Faleminderit shumë për juve dhe respekt për shikuesit tuaj. Fillimisht ishte pak tronditse në fakt të lexosh se serbët pretendojnë se janë i lirë apo jo. Mund të na jepni pak më shumë detaje se çfarë po bëjnë akademikët serb në këtë drejtim? Realisht çështja e pretendimit që slavet dhe serbët konkretisht kanë përjardhje i lirë është një fushatë e cila ka filluar një ribrendësim që nga koha e Jugosllavisë, që nga ajo periudha ata kanë filluar të krijojnë teori konspirative të tilla, dhe tani se fundi sidomos nga viti 2022 këndej kanë filluar edhe një fushatë përveç asaj akademike, kanë filluar një fushatë në rrjetet sociale, në media dhe në forma të ndryshme për të krijuar edhe një imazh të ri të tyre dhe në këtë formë edhe të bindin historiantë dhe akademikë të cilët merren me këto çështje, që serbët realisht janë autoktonët e Ballkanit, nuk janë ata ardhacakët e shekullit 6-7, dhe shqiptarët kanë ardhur shumë më vonë se sa serbët. Pra ata pretendojnë një lidhje direkte me ilirët, pretendojnë një lidhje direkte me kulturën, gjuhën e tyre dhe zakonet e tyre, dhe në këtë formë kanë filluar edhe të shfaqin foto të ndryshme, kryesisht të rregulluara me inteligjencë artificiale, por që si të tilla ato janë duke funksionuar, pa ashtu ata janë duke bërë edhe personazhe, vajzat e reja, djemt të ri dhe personazhe të ndryshme me veshje ilire dhe duke dalur në fotografi para kisha ortodokse si në Pej, në Graçanicë dhe në vende të ndryshme të Kosovës, dhe në këtë formë duke i shfaqur nëpër internet, po ashtu edhe nëpër faqe të ndryshme duke krijuar edhe punime shkencore me çështje të tilla, me falsifikim të argumenteve, vetëm që të krijojnë një lidhje direkte me origjinën ilire. Dhe në anën tjetër janë vazhdimisht duke pretenduar që shqiptarët janë të ardhur do të thotë shumë më vonë, në këto rreth shekullit 14 apo 15, dhe në këtë formë ata tentojnë që shqiptarët të shkëpusin nga ajo zanafilla e vjetër dhe të qesin që shqiptarët janë të ardhur madje edhe pas turqëve dhe i kanë sjellur turqë. Konkretisht perandoria osmane. E kuptoj, por teksa flasim, a ka reagime nga pala akademikëve shqiptar, pasi nuk është hera e parë që ndeshemi me hipotezat të tilla që shpesh herë ngre pikërisht pala e akademikëve serb, por nga ne ka pasur argumente që këto do të shuhen me kohën, sepse nuk kanë asnjë bazë. Në fakt, cili ka qenë reagimi i tyre nëse ka pasur një të tillë? Në Institutin për Studimin të Luftës Hibride Oktopus ne ka 2 vite që e përcjellim këtë fushatë të Serbisë, qoftë në formë akademike apo në formë mediale që janë duke bërë kundra historisë së Kosovës dhe kundra historisë së shqiptarëve në tërësi, sepse ata synimin parsorë kanë kundra e Kosovës, pastaj kundra e shqiptarëve si tërësi, dhe në këtë formë madje edhe kur e kanë publikuar një libër të Milano Bradovićit, vetëm kopertinën e saj në rrjetet sociale ka pasur reagime jashtëzakonisht të ashpra të tyre. Në atë libër treguohet kolonizatorët e parë nga viti 1918 deri në fillim të luftës së parë botërore që kanë qenë serbët në Kosovë, ku përmenden me emra dhe mbiemra fshat për fshat, si ata kanë ardhur si kolonizatorë dhe nuk kanë rënë më herët, po ashtu e kemi edhe librat e tjerë të cilët argumentojnë se si serbët kanë arritur që ta tjetërsojnë historinë, fatkeqësisht institucionet shqiptare si tërësi nuk janë duke u marrur seriozisht me këto
teza dhe ndryshime historike që janë duke bërë historianët dhe akademikët serbë dhe po ashtu po vazhdojnë të mbushin libraritë e botës me çështje të tilla. Së fundi kam pasur edhe takime me profesorë të ndryshëm historianë dhe po ashtu pres të kem takime të ardhshme me profesorë të ndryshëm, të cilët kanë kontakt edhe me historianë dhe format të ndryshme serbë, ku ata vazhdimisht që vetë serbët kujdesin që neve të na furnizojnë me libra dhe narrativa të ndryshme, dhe ajo se çfarë përpjekja po bëjmë ne është sigurisht shumë e vogël, sepse me një apo disa individ ne nuk mund ta mbyllim gjithë atë propagandën e madhe serbe që po bëhet kundër shqiptarëve, dhe si e tillë fatkeqësisht ne kemi gjetur që nuk është duke bërë mjaftueshëm as nga akademikët në Kosovë apo në Shqipëri, ose nuk po bëhet fare për të mbyllur këto handikepe që përjashtkaktojnë historisë së Kosovës. Historisë së shqiptarëve. Po, e kuptoj. Historikisht, akademikët të serbe të shkencave, por edhe të fqinjve të tjerë kanë pretenduar për çuditëra edhe më të mëdha, po pse në këto kohë moderne të përdoret kjo metodë ende thuajse mesjetare sipas jush? Ne jemi në një periudhë ku propaganda dhe dezinformata ka një rritje të vazhdueshme, sidomos tani kur shakullimet gjeopolitike janë jashtëzakonisht të mëdha që po ndodhin tani. Dhe ata në këtë format të luftës hibride që po ndodh, ku është një luftë hibride ku strategjia dhe taktika mbeten e panjohur dhe në evolucion të vazhdueshëm, atëherë ata janë duke tentuar që vazhdimisht të krijojnë një narracion politik, historik dhe social që të kenë një bazament të fuqishëm për të kërkuar rikthimin e tyre qoftë edhe me luftë në Kosovë dhe po ashtu me gjerë, të krijojnë një mendësi që serbët realisht janë ata të vendoret e Ballkanit dhe ata të cilët e meritojnë pozitën e tyre si civilizim, ata të cilët e meritojnë edhe hapësirën e nevojshme gjeopolitike dhe jo vetëm si civilizim. Pra, të gjitha këto janë pjesë e një strategjie hibride dhe jo rastisht po bëhet, sepse sot ne kemi përveç përballjeve gjeopolitike, kemi përballje edhe të ideologjive, kemi përballje edhe të civilizimeve. Dhe në këtë kuadër edhe Serbia është duke orientuar forcën e vet dhe po e bën përgatitjen e duhur që të i sulmojë shqiptarët në çdo formë të mundshme. Këtu nuk përjashtohet as Shqipëria në asnjë moment, sepse po sulmohet edhe historia tërë shqiptarëve, pra. Dhe ata janë duke bërë përgatitje të njëjtën gjë e ka bërë Rusia kundër Ukrainës, pra ata janë duke krijuar narrativat e njëjta që jo rusët nuk e kanë përardhur nga Ukraina, domethënë historia ruse që është njëjtë dhe historia e Ukrainës, por është e kundërta. Dhe realisht ata shtyn përpara narrativen që Ukraina gjithmonë kanë qenë një territor rus dhe nuk ka ekzistuar asnjëherë si shtet. Dhe i përdorin ato që quhen, domethënë, sofistikimi i disa hipotezave të ndryshme. Të njëjtën gjë duke bërë dhe serbët kundër shqiptarëve dhe në këtë formë të krijojnë momentume për sulme të ndryshme. E sidomos tani kur ata janë duke përgatitur edhe terrenin që në ndryshimet e mundshme gjeopolitike të gjejnë edhe frontin e përgatitur nacional shovinist të vetë serbët. Në fakt, nga ana tjetër ka edhe shumë element edhe mes shqiptarëve që janë skeptik dhe bien prej këtyre tezave dhe jo vetëm të kësaj për serbët që janë i lirë, por edhe të tjera që hedhin poshtë historinë e vërtet. Sa rrezik përbën kjo lloj lufte, pasi sot është e lehtë përmes internetit ta përpunosh opinionin, që nuk është shumë i thelluar, aq më tepër kur ka edhe shqiptarë që janë thuajse më anti-shqiptarë se vetë serbët. Ka qenë një autor francez i cili tha ajo që mësohet sot në për shkolla nesër do ta shohim në rrugët tona. Fatkeqësisht emri i autorit nuk po më kujtohet. Dhe ata e kanë kurrikulën e Serbisë dihet me vitet e tëra, por në vitin 2007 dhe në vitin 2022 kanë riformatuar atë kurrikul me narrativa anti-shqiptare dhe anti-historisë së shqiptarëve dhe janë duke përgatitur edhe masën e tyre që të reagojnë kundër shqiptarëve vazhdimisht. Ajo se sot ne jemi që po ndodh është domethënë politika e masave, ku masat ushqehen me atë që i nevojitet të grupacioneve të ndryshme politike dhe ideologjike dhe në këtë formë i aktivizojnë ato për të shtyrë narrative dhe për të shtyrë gjeopolitika të ndryshme.
Ne e shohim edhe nëpërmjet mediave sociale që ka jashtëzakonisht shumë influencer, të cilët paguhen nga Serbia dhe Rusia për të rryer narrativen e njëjtë. Dhe ata marrin me mira e nganjëherë me miliona view, shikime në internet, pëlqime, komente të ndryshme dhe në këtë formë arrin edhe ta ndryshojnë narracionin ku vazhdimisht e rrisin atë që mund ta quajmë antishqiptarizëm. Atësia jonë është se ne mund të kemi hipoteza, debate historike të asaj që quhet shkencë, se si është prejardhja e shqiptarëve ose të gjejmë hipoteza të ndryshme. Por jo të diskutojmë atë që është autoktone e jona, pra. Dhe kjo nuk mund të diskutohet fare. Për këtë çështje sigurisht që duhet të ketë një unitet në hipoteza dhe në argumente të ndryshme, sepse ne e dim që historianët e ndryshëm kanë argumentuar që serbët dhe sllavet, konkretisht serbët, ashtu si që quhen në të vërtet, janë të ardhur në fund të shekullit 6 dhe në fund të shekullit 7. Dhe nëse ne fillojmë të vetëm mjafton të citojmë paksa ata, atëherë ne ja u kemi japur hapësirën e mjaftueshme. Po, mungon një unitet ndërmjet shkencëtarëve dhe historianëve shqiptarë që të krijojnë një histori të vërtetë dhe të përbashkët apo të krijojnë fonde për ulëmtime të tilla, madje në Kosovë asnjëherë nuk është krijuar një histori Kosovës apo e shqiptarëve në mënyrë uniforme, edhe pse ka pasur iniciativa të tilla, nuk është bërë, kanë bërë disa individ në formë individuale që megjithatë mbetën gjëra që nuk e paraqesin unitetin e historianëve. Ne po flasim për unitet ku i vim bazat e shkencës dhe historisë sonë. Dhe tani duke mos i vënë këto baza, ne po krijojmë hapësirë që Rusia dhe Serbia dhe armisht e shqiptarëve të paguajnë persona të ndryshme që të shtyjnë narrativat e tyre e nganjëherë këta persona të prodhojnë edhe atë që quhet idiot të dobishëm dhe të shtyjnë hipoteza të gabuara për neve. Në fakt, teksta flasim jetojmë edhe në një moment që duket sikur po fshin kufi dhe e bën botën më tolerante, por që në fakt nuk po rezulton as pak kështu. Madje kombet po tentojnë të forcojnë pozitat identitare të tyre. Ju si e shikoni, si njohës i shkencave politike të ardhmen jo vetëm të shqiptarëve, por të identitetit të shqiptarëve? Kombet janë terma politik, janë krijesa politike. Etnia është një krijesë natyrore. Më thënë shqiptar lindesh, por nuk mund të bësh, sepse gjaku nuk ndron. Ndërsa kombi është prodhim i etnisë. Në këtë rast, kur kombi e krijohet një unitet kombëtar, atëherë krijohet edhe si veprim shteti. Në momentin që nuk ka një identitet i cili e krijon që etni dhe komb, atëherë zhdukesh. Dhe nëse ne e humbim këtë etnin ton, identitetin ton, atëherë kjo i bën që ne jemi në zhdukje. Serbia, armisht e shqiptarëve e din këtë. E din që sa më shumë i bën presion shqiptarëve në shtyllat e tyre kryesore të identitetit, atëherë vazhdimisht e ke sulmuar atë që mund ta thyesh. Dhe si e krijon këto shtylla? Duke krijuar grupe të ndryshme të cilët atëherë ngrisin hipoteza të ndryshme për qartësën brenda njëri tjetrit. Qofshin ato kombëtare, qofshin religjioze apo të çdo fushë tjetër. Dhe sa më shumë krijojnë grupe, sepse ata vetë i financojnë të dy llojet e grupeve. Vetëm për të krijuar përçarje brenda shqiptarëve që të dëmtohen sa më shumë këto shtylla. Në momentin që ne vetë i kemi rrëzuar të gjitha shtyllat tona, atëherë kemi krijuar hapësirë për ndërhyrjen e identitetit të huaj, sepse nuk kemi me çfarë të mbrojmë. Ne, nëse i pyesim shqiptarët, cilat janë 3 arsyet që kishte dalë me luftu, dhe ata nuk arrin që t'i gjejnë 3 arsye të ndryshme, të fuqishme për të mbrojtur identitetin e tyre, atëherë sigurisht që do të dorëzohen shumë vlefshëm para armikut. Kjo është edhe iniciativa e tyre kryesore. Pra sot është duke bërë një luftë historike, psikologjike dhe sociologjike. Ajo lufta ku në luftën hibride quhet lufta pa armë, por edhe paqe pa marrëveshje. Pra nuk jemi as në luftë dhe as në paqe, por jemi në një trubullir komplete e cila shqiptarët është duke gjetur pa një unitet dhe pa një përgatitje të duhur.
kam frikë që nëse vazhdohet me këtë qasje të shqiptarëve, atëherë ne shumë lehtë mund të bijemi pre e pranimit të këtyre narrativave falso të serbëve, sepse ata vazhdojnë jo vetëm kundra shqiptarëve që t'i prodhojnë dhe t'i shtyjnë përpara brenda Shqipërisë dhe Kosovës, por po i shtyjnë përpara edhe në Washington, në qarqe të ndryshme evropiane edhe me gjerë, sepse vazhdimisht i përmendin këto çështje. Madje paguajnë influencerë të ndryshëm që t'i përmendin, të krijojnë video dhe të krijojnë çështje të ndryshme kundra shqiptarëve. Në fakt, gjitha këto që ju na thoni janë vërtet shqetësuese dhe shpresojmë që të kemi reagimin e duhur në kohën e duhur, pa shkuar drejt asaj që ju that drejt zhdukjes së një kombi që do ishte me të vërtet ekstremitet më pas për kombin shqiptar. Unë ju falenderoj shumë për gjitha informacionet që përcollët, sigurisht edhe për punën tuaj kërkimore në mënyrë që të ngrini edhe këmbanat e alarmit për ata që duhet të dëgjojnë dhe të veprojnë. Falenderoj shumë për ju dhe respekt për shikuesit tuaj.